vogël vëm më kanë shallit kuq, ecën si për herë me ballin lart i gazën fush. Jeta në ndrin si lulen kur në begatit, lullë dhoa dhe u i mirit. Grushtin e vogël vëm më kanë shallit kuq, ecën si për herë me ballin lart i gazën fush. Jeta në ndrin si lulen kur në begatit, lullë dhoa dhe u i mirit. Gati se për në teti për në thet, sa her që të tjerë buria si nga her. Nga zemra tona këngë në shpërtej, privatër me të jetë. Për shëndetje pionjer, në fshati jon. Për shëndetje pionjer, në fshatin e ju dërgoj. Grushtin e vogël vëm më kanë shallit kuq, ecën si për herë me ballin lart i gazën fush. Jeta në ndrin si lulen kur në begatit, lullë zoa dhe u i mirit. Grushtin e vogël vëm më kanë shallit kuq, ecën si për herë me ballin lart i gazën fush. Jeta në ndrin si lulen kur në begatit, lullë zoa dhe u i mirit. Gati se për në teti për në thet, sa her që të tjerë buria si nga her. Nga zemra tona këngë në shpërtej, privatër me të jetë. Për shëndetje pionjer, nga fshati jon. Për shëndetje pionjer, nga fshatin e ju dërgoj. U ktheve Bardhi? Sile nga shtëpia. Shumë mirë. Mirëmëngjes. Kush mungon? Vetëm Adushi. I plotësova porosit. Faleminderit. Faleminderit. S'ka gjë, uleni. Sot kemi hatim. Tema është kjo. Nga kandili tek drita elektrike. Ne biseduam edhe në mësimin e kaluar për mi këtë temë, apo jo? Ju sollët që amuj vetë. Elektrifikimi i fshatit ka qenë një ëndër e madhe. Ja këtë shkruani. Bukur, thjesht atë që ndjeni, atë që jetoni. Fillojmë. Ne kishim në fillim si problem frekuentimin. Disa nga nxënësit e kanë shtëpinë larg. Ne na u desh të shkonim shtëpi më shtëpi, të mos linim asnjë pa ndjekur shkollën. Por ja, fare pranë shkollës, një fëmijë i kthen kurrizin e saj. Si është puna me këtë fëmijë? Pse nuk i ndjek mësimet? Unë nuk e njoh mirë. S'është nga fshati ynë. Dhe me nxënësit nuk shoqërohet dhe se si shikon. Fati ka drejtori që regjistroi. Unë s'do ta pranoja. Po t'ishe ti drejtar. Po që detyrim kemi ne që t'na ulej përqindjen e shkollës? T'ja kthejmë regjistrimin shkollës si na i solli.
Gjithmonë po një fylli bjeti. Më duket se nuk po gjykon drejta gërën. Ka gjëra që nuk mund të ndash me thik. Këto na takojnë dhe këto nuk na takojnë ne. Një interpretim I tillë mban pak herë individualiteti mikroborgjes. Mos mëne. Mos të vikesh. Po pse thua individualitet mikroborgjes dhe nuk e mbush gojë plot thuash borgjes. Nuk përgjigjemi ne për të gjithë nxënësit e rrethit. Ky nxënës na takon ne. Më duket se po e dramatizojmë shumë punën me këtë fëmijë. Nuk është daqe lehtë. Unë mendoj se kemi të bëjmë me një tip të vështirë. Ne e dim sa është në klasën e 5. Dhe bardhit si mësues kujdestar, I takon të punojë më shumë me te. Ky është edhe mendimi I organizatës bazë partisë. Sido që të jetë puna, paradushin e takon të gjithëve të interesohemi. Por më parë duhet të sqarohet shkaku dhe pastaj të veprohet. Ne akoma dim pak për te. Sido qoftë, mësuesi Gurzi duhet fshikulluar. Aman mora gron se na hëngre me këtë furin tënde. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Përse nuk më përgjigjesh adush? Gama djeme. Kurse unë kisha shumë dëshirë të dëgjoja zërin, dhe ta dëgjova. Kam pyetur për ty. Nuk t'i vrasin sytë rrezet e diellit? Pse? Ti rri për një kohë të gjatë duke shikuar qiellin. Si mund t'i durash rrezet e diellit? Unë nuk kam parë njëri që të shoh diellin dhe të mos I mbushen sytë me lot. Ty të mbushen sytë me lot? Jo. Do me thënë t'ja dush pas ke sytë me të fort në botë. Nxënësit e klasës sime të njohin dhe kanë shumë dëshirë të shoqërohen me ty. Po ti përse u largohesh atyre? Kush e di sa herë të kam shikuar nga drejtarja e klasës time. Një ditë më duket më ke vënë re edhe ti. Bile edhe më ke buzëqeshur. Kush unë? Ti rri gjithnjë këtu dhe gdhem me biçak. Nxënësit e mi thonë se ti ke duar të arta. Çfarë gdhem ashtu? Shqiponi. Shqiponjën? Ta shoh pak? Shiko sa e bukur. Pse nuk thua se ti qenë ke me të vërtet artist? Akoma nuk e kam mbaruar. Bukur. Shumë bukur. Po ç'i bën ti këto adush? I fal. Ashtu? Kurse unë do t'i ruaja dhe do të zbukuroja dhomen me to. Dëgjoj Nadush. Ti patjetër do të vish në klasën time.
Pra dushi që nga regjistruar, po nuk vjen në shkollë. Pa I ka më se 1 muaj që ka ardhur në fshatin tuaj. Ju pse e dha atë shpërngulje? E kërkoi Jati. Ai mendonte se duke e prur atë dushin tek halla në fshatin tuaj, ndrimi I ambientit do ta përmirësonte atë dushin. Nuk ju kuptoj, mos është gjë I smur? Jo. Por ai është nxënës I vështirë. Pas vdekjes së nënës, ai u bë akoma më I vështirë. E doja shumë dhe më merr malli për të. Por siç duket nuk arrita ta bëja plotësisht për vete. Kuptoni? Ju kuptoj. Ta sillja plotësisht në rrugë të mbar. Po pse si është ai? Ai është I zgjuar. Tepër I ndjeshëm. Preket shpejt dhe reagon me forcë. I pëlqen vizatimi dhe mendoj se ka talent. Mos keni ndonjë nga vizatimet e tij. Po, punët e tij I kam ruajtur. Që ta shtyja të merrej me vizatimi ipja detyra plotësuese. Në shtëpi. Ai punonte me zell. Deri natën vonë, rrinte edhe pa gjumë. Mirë po filloi të vinte I lodhur në klasë. Nuk përgatitej në lëndë të tjera dhe nuk I bënte detyrat. Unë I troqja vrejtje. I thash të hiqte dorë nga vizatimi dhe të përgatiste mësimet. Dhe ai ju dëgjoi? Jo, ai nuk më dëgjoi. Atëherë unë I qortova. I fola para klasës. Ai u zëmrua dhe filloi të mungonte në klasë. U bë kapriçoz. Ai nuk dëgjonte me asnjë këshill, as nga shokët, as nga unë, bile as nga Jati. Megjithatë, them se po të kisha punuar më me kujdes me të, ndoshta Nëse, ju më kuptoni apo jo? Ju kuptoj. A mund të më jepni disa nga punimet e tij? Po si jo, tani po ja u sjell. Urdhëroni. I bëni të fala nga unë. Ai me siguri do të vi prapë në shkollë. Vetëm se duhet jeni më I gjerë me të. Puna jonë është artë. Në përgjithësi puna me njerëzit është artë. Ndofta unë jam pak tip I rëmbyer, por mbase vitin e ardhshëm do ta kemi prapë këtu. Mirupafshim. Ju faleminderit. Adush! Adush! Adush, do vish të luajmë me to? Eja, Adush, eja. Unë desha të bisedoj bashkë. Ti je djali mirë, Adush.
Mësuesi Gurzit më foli shumë fjalë të mira për ty. Atë e ka marrë malli dhe të bën të fare. E ke takuar atë? Po. Ai më foli shumë mirë për ty. Më dha edhe disa nga vizatimet e tua. I kam në dhomë të tia. Mësus Bardhi, Urdhër. nuk po më tha të vërtetën. Ai nuk deshe bëja vizatime. Më ndaloj dhe. Edhe më ka qojtë rrugaç. A dush. Po nuk e beson ti mua. Ai nuk tha asnjë fjalë të keqe për ty. Jo. Mirë ditë hall. mësuesi. Sa mirë bere që erdhe. A dushi, si është? Si gjithë një, bjerë. Po hajde. Jo, i thuaj se po e pres këtu. Hajde takoj e brenda. Ndoshta është më mirë kështu hall. Mirë, s'është presësh jashtë. Mirë, po i them. A dush? Dil se të ka ardhë mësuesi. Të keqen halla që nuk më harroni Adushin. Noshta i mushet manja vjen në shkollë. Unë i kam fol disa herë, po nuk në gjën kurse si. Do të vi, hall, do të vi. Ashtu them edhe unë, inshallah do të vi sa hati herit. E do t'i mushet manja shpirtit halës. Po natur prove birë. Mësuesi pret për jashta kurse ti. Dëgjoje mësuesin birë, dëgjoje. Ai për të mirën tënde e ka. E çmo do ai mua? Si që të do. Hajde, qo. Karë për ty, pret për jashta. Ai nuk i kënë pa takuar. Kështu më tha. Dëgjoje? Jo, nuk vi. Shkreta unë që më gjeti me ty. Nuk di që ti them mësuesit. Bo mardjarë, natur prove. Nuk do. Se që shkrep në kokë, asun nuk e di. Ai do të dalë, pa tjetër. Po të jetë zbranda bjerë se ngrive. Ai nuk dëgjon. Më ka dëgjuar. Të ka dëgjuar, po zëri bjerë nuk i ka shkuar në zemër. Po ti mos o dishpro shpirti halës. Bëje zemrën të madhe, ty të shikon ndryshe. Kur i flason ose burri që të shkoj në shkollë. Ngryse të bëhet gur. Besoj se më kupton mësues. Ne nuk jemi prindë të ti dhe... Kuptoj, hall, kuptoj. Nërsa kur i flet ti, i qelet ftyra. Ec tani brenda se uftoh koha. Jo. Shko ti hall, se ndoshta ke edhe punë. I thuaj se po e pres këtu. Mirë. Nuk kam pritur kur me kaq ëngë. Kam para mjene se ku cajtët tanë. Më duket se disa herë u afrua tek dritarja të më shikoj. E ndjej se pas dritarës lëviz një hije. Është e pamundur që Adushi të mos vi. E pamundur. Të kam sjell vizatimet që më dha mësuesi Gurzit. Kaloj një muaj dhe ti nuk po vjen në shkollë. Me dëgjon? Mos e lër të shkoj dëm ky vit. Merja dush, ti kam falur.
Çdo ditë të pres atush. Dhe dëshpërohem kur shoh që ti nuk vjen. Të presin të gjithë shokët. Dëgjon. Adush! Do vish me ne në vatrën e kulturës? Kemi prova. Do rregullojmë edhe këndin e emulacionit. Mirë. Mos Bardi, shikojeni yllin. Mirë keni bërë, por duhet edhe më bukur. Nuk e shikoni ju se ylli zë një vend të dukshëm në bord? Ne e dojmë yllin që të zbukurojmë oborin e shkollës. Ju e dini se ç'përfaqëson ylli? E dim. Po atëherë pra. Ha, si shkojnë punët? Mirë. Adush që përpëgjon pas minut. E di. Thuaj Regjepit dhe Shpresës, edhe Agimit, të shkojnë tek ai ashtu siç biseduan. Atëherë ne të largohemi sa e ndrot nga ne. Largoni se më krenizëm djelin. Duan dimën tënde Adush. Mësues Bardi na qortoi se nuk e kemi bërë bukur yllin. Andaj po u përciste? Po. U përpoqe, por nuk ta dole ashtu si duhet. Do të na ndihmosh Adush? Po ta ke shok, na ndihmon. Hë pra Adush, po të lutemi. Mirë. Po vjen Adushi! Çka? Tullat kuq e tjera keni? Sa të duash? Shtypni ato dhe i sjellni këtu. Plur t'i bëjmë? Një pjesë plur dhe një pjesë sobra të vogla. Sjellni dhe gur të rumbullak lumi. Gëlqyer e kini? Po. Çekiçin. U afrua. Ky është një hap i madh. Po. Fëmia me fëmijën afrohet shpejt. Edhe me ne do të afrohet. Është mjaft i turpshëm. I turpshëm dhe shumë i ndjeshëm. Ai shqetësohet nga ne mësuesit. Nuk e di vera. A do t'jem në gjendje të heq këtë shqetësim? Do të rregullohet gjithçka. Për Adushin tash i interesojnë të gjithë. Edhe agroni. Plurën e tullave hidhin e këtu. Gurët leri aty. Ti lyej. Rime ne Adush. Hë pra Adush, rime ne. Rime ne Adush. Ju do të gjeni që pjesë ligjërate kemi në këtë fjali. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Të ikim, të
të vëmë gjaketa mbi kokë. Mirë thot shpresa. Do të lagemi. Po ikim. Po ju këtu. Përse nuk shoni në shtëpi? Do të shkoj shoku mësues. Po shpresa deshur rëzu nga ura, po vini në mëngjes. Deshur rëzua? Po shoku mësues. Ajo ka frikë të kthehet. Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet. Ti ke frikë për vete. Regjepi nuk bëri as pak mirë që foli ashtu. Po unë nuk deshe ta fyej. E kuptoj. Ti nuk deshe ta fyej. Ti i fol ashtu sepse e ke shoqe dhe kërkon ta mbrosh nga rreziqet. Po shpresa është vajzë tërime dhe u bën ballë vetë rreziqeve. Apo jo shpresa? Po mësues. Të gjithë shokët e pan se unë hodha e para mbi urë. Tash ti esni me kujdes sepse koha është e keqe. Frik mos keni. Qëndroni pranë shokut dhe ndihmojeni njëri tjetrin, e? Po mësues. Nisuni tash. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Recep! Shpresa! Pare do të kalojnë shpresa, Teuta edhe ti Recep. Do të ecim ngadalë, kujdes mos shikoni poshtë nga lumi, e? Nisu. Mësus Bardhi, do marrim pas litarit. Mirë shpresë, mirë. Kujdes më u fort, e? Ashtu, të lumt shpresa. Kujdes. Bajni për vete. Jo. Prisni pak se po marrë të tjera. Kooperativës. Mjera ka shkruar. E shpresa? Jo mbledhur, po mbledhur. Mbledhur. Mirë shpresa, ullë. Vazhdo, Recep, vazhdo. Në fund, e dija që do të vije. Eja, dush, eja. Ja shqiponjën, e mbarova. Kjo është me të vërtetë e mrekullueshme. Shikoni fëmijë, shikoni sa bukur e ka punuar shqiponja Adushi. Ma fal mua këtë Adush.
Ky është vendi yt Adush. Të ka pritur prej kohësh. Recep. Vazhdoj vetë Adush. Pa pushoni pak se u lodhët. Pluma tërhallës. Nga njëherë I afrohet mësuesi. Mësuesi. Ja ledhaton ati faqet, gushën, e luli I afrohet, ja merr dorën, e shikon me sy pëllumbi, Mos e shi. Pse ke humbur kaq kohë pa ardhur në mësim Adush? Ti do ta kalosh shpejt për pambetjen. Kontrollojnë edhe një herë. Që në çastin e parë kuptova se Adushi, më shumë se për çdo gjë, kishte nevojë për kurraj. Prandaj përpiqesha t'i thosha ato fjalë që nuk do ta lëndonin shpirtin e tij të ndjeshëm. Recep mbledh fletoret. Dilni me kujdes pa zhurmë. Adush. Urdhro. Me prit pak. Ditën e mirë. 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 Adush. Vëj edhe këto ushtrime. Mirë. Edhe këte. Ja. Urdhro. Mirë, Recep. Prit pak jashtë. Këtë për zërin e masës.
Ati a dush. Vera, Urdhro. ndjej se po zgjoj nga gjumi në ndërgjegjen e Adushit. Po e shlirej nga pesha vetmisë, nga fyerja. Dhe po ngjallat të besimin e vetë. Edhe unë ndjej këtë. E ndjej nga sytë e zgjuar të Adushit, se të gjithë ne po hymë në botën e tij. Mirdita hall. Mirdita hall. Mirë se erdhët bite hallës, mirë se erdhët. Ha, u lodhët, jo. Ç'to ta dushi, po ecën? Mirë e kanë nisur, mirë. Brenda është. Po. Unë po shkoj pak tek ai. Kurse unë po ndihmoj hallën. E lumja e anunse që do ta marr. Ha? I mbarove? Po, Dale. Po. Mirë. Tash më thuaj, pse e ke vizatuar me ngjyrë jeshile këtë flutur? Ke parë ti flutur me ngjyrë të tillë? kam parë, po nuk e di. Në ëndër apo në të vërtet? Ty atë pëlqejnë lulet. Shumë. Kur vjen pranvera, taracat e mbjellën me kumblla, mbush e krejt lulet të bardha. Sa bukur që është. Ç'të pëlqen tash më tepër në fshat? Nuk ke vënë reti që tërë fshati po zihen? Elektrifikimi? A do të pëlqen të shkonim në pyll të shikonim si i presin trupat? Shumë. Edhe Regjepi më ka thënë të shkon në pyll. Unë doa t'i dhuroj një çifteli të bukur. Vërtet unë. Nuk jam rrugaq. Adush. Po nuk e shikon sa mirë po mëson. A mund të mësoj dhe unë si Regjepi? Pa tjetër. Kur vjen në shkollë, i harroj të gjitha. Ashtu të duket. Po ti je një lloj si nxënësit e tjerë. Veç kësaj, ti vizaton shumë bukur. Ja, po të vazhdosh kështu, ne do dërgojmë në Tiranë të mësosh për pikturë. Natë shoh ëndra. Sigur që unë në mësim dhe nuk di të flas. Po sepse e ke mendin tek mësimet. Ne do ta provojmë. E do ta shikosh sa mirë do të përgjigjesh. Kam frikë se mos jeshin me mua. Se unë nuk di të flas. Asnjëri nga nxënësit nuk flet kaq mirë sa ti.
Ti vazhdo me telat. Unë po shkoj takoj mësuesin me djalin. Mirë. Sot duhet përfunoj vendosja e shtyllave. Pa tjetër. Prandaj kanë ardhur edhe punëtorët e minjerës që kanë patronazh kooperativën tonë. Adush? Hajde pap takojmë mësues Bardhin. Hajde. Shoku shpen? Si jeni? Ajo burri fort. Mirë, mirë. Feja tjeta, a jeni një? Mirë, si jeni ju? Jam larg e virrallë. Megjithatë mendja këtu e kam. Mos u bëni merak, çdo gjë shkon në rregull. Interesohet mjaft halla me burrin e saj. Mos u shqetësoni për djalin. Si është në mësim? Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Mund ta marr pak adushin. Po si jo, me gjithë që. Faleminderit shumë. Hajde, mjafta. Edhe një. E mirë dhe mirë. Çfarë po shikon ashtu atje? Punojnë. Adush mos harro. Asgjë e bukur nuk vjen pa përpjekje të mëdha. Drita elektrike në fshat është një gjë e madhe dhe e bukur. Kush do të na thot vjeshën përmendsh? Me dorë, si kemi thënë, vetëm dorën. Sot e ka radhën? Adushi? Dëgjojeni, Adushi. Po e pra, Adush? Qo, Adush? Ne po të presim. Jo, jo. Pse jo? Ti je në gjendje të përgjigjesh. Vetëm përqendrohu, Adush. Dëgjon. Po ti e ke mësuar vjeshën përmendsh. Adush. A do ta filloj unë? Hë? Ja, kështu përqendrohu. Hë? Fillo. Ta them unë? Jo, pusho ti, pusho. Adush. Gati? Ta them unë shoku mësuesi e di shumë mirë. More Recep. Po pusho të thash. Që bëre kështu, more? Që bëre kështu, a e shikon? Vazhdo, mendohu ti. Ti që atë putur ti. Dopjo gjashten, bëhe pastrëma. Ti një gurt. Si e gjenë gjithmonë gjgur ka mundon?
Ustalleku, unë të ra aty dhe me gur të hapur. Bo qartymi, si nuk mund të rish 1 minutë pa pirë duhan. Prit, kur të filloj e gjaku i drejtori pa të shosh. E mos ke qefe i dojnë duaj në fushë në shavë. E mor mirë, e fitove këtë lojë. O, jana erdhi dhe eroi. Vera, shia mungesë. Me fali, Po ku je, filmi ka 10 minuta që ka filluar. Hajde, më vallë, hajde. Po ku je, ku je? Hajde shpejt. Atëherë ulemi. Si gjithnjë, racioni është i caktuar. 1 gotë verë vajzat. Kurse ne, Aq sa të dinë të numërojmë deri në 10. Pra ta çojmë këtë gotë për çiften e drejtorit që na siguroi këtë meze. Gëzuar. Po ti bardhi, ç'ke kështu? A dushi? Edhe tash ti me a dushin? Gëzuar, Bardi. Gëzuar, Vera. Çfarë të ka ndodhur me Adushin? 1 nga 3. Çfarë nga 3? Sot, kur kërkova të më thoshin vjershën përmendsh, pasha Adushin dhe vura re se mi kishte ngulur syt e nuk mi ndalte. Po pastaj Bardi. E qova Adushin. Ishte era e parë që e qoja në mësim. Mirë po i thënë vetë shumë të flasë para klasës. Dhe i tu përgjigj? Sa po bë gati të më përgjigjej, ja për u fjallën goj Regjepi. Pastaj unë i bërtita Regjepit, bile i fola ashpër. Po mirë, çka këtu për të trënditur? Na, vazhdoj. Agron. Vazhdoj. Bjeri, Bardi, bjeri. Nuk ka bërë mirë që është sjellur ashtu me Regjepin. Ai është nxënës shumë i urtë. Brutaliteti e lodh njeriu. Edhe mua më ka qelluar në njerë të çfarojmë pa të drejtë. Pastaj nuk e kam njerë veten mirë tërë ditën. Po ti të kështu atëherë le të kërkoj të falur nxënësit. unë mendoj se autoriteti në këtë rast nuk i ulet mësuesit. Si thua ti, Bardi? Ju keni të drejtë. Unë solla keq me Regjepin. Por nuk përshqetëson kjo. Hallin e kam tek Adushi. Unë e bëra provën e parë, por siç duket, nuk gjeta çastin e përshtatshëm. Agron. Do t'i shkoj në shtëpi. Jam i sigurt që ai po mpret. More, je në vete ti? Kujton se fëmia filozofon një lloj si ne? Na more, ec këtu. Lera, Gron, lere se e di veta jetë punë. E po mirë atëre shok. Hajtë gëzuar. Gëzuar. Mi mbrëmë hall. Mirë se vjen, mësus Bardi. Ai po të tret nuk është shtrirë. Më falë, nesër, të bëjtojmë nesër. Po përse u shqetësova aq shumë ti kur të ngrita sot në mësim, he? Edhe në klasë unë jam. Mos qëndroj rënd në klasën? Jo. Nuk di. Kur isha në shkollën tjetër një herë, me pa zënë gjumi në klasë. Mësuesi më çoi, kurse unë fola tjetër për tjetër. E gjithë klasa qeshim të madhe. Kurse unë u turprova ka shumë, sa që nuk doja të shikoja njëri. Kam frikë se mos gaboj përsëri. Po ai ka qenë një rast dhe nuk do të përsëritet më.
Më qonë nesër në mësim dhe do ta shohësh. Rushtin e vogël vëm më pranë shall dikuj, ecim për her me ballin dart nga zëmbush. Jeta në ndrim si lulen punë me gatit, lulë do azeu i mirit. Gatit të forna kedi forna zer, sa her që të tjerë buria si nga her. Nga zemra tona gandë nga shpërtej, si nga zemre ujë. Kush do të na e bëj analizën e vjershës? Qo vadush? Në këtë vjeshëm, flitet për dimën që i dhanë operativat fëshore atyre malore. Duke lexuar atë, më doli para syve vargu i gjatë i deleve. Jug e veri, një i pandar. Një për të gjithë për një mashojmë. Kështu, ecëm ne me partinë, si dje në luftë, edhe sot për ndërtimin e socializmit. Mjafta dush. Shumë bukur. Ullu tashti. Po nuk i kam mbaruar. Më ka pëlqyer strofa e fundit që flet për heroizmin e popullit tonë. Gjera në luftë, partizanët në Kureshë, shkurta Me në fund, a i hyri në jetë me tërë gjallërinë e fëmijëve të tjerë. A e dini që them unë? A ja marrim një këngë? Ja marrim një tuaj. Kjo është ora e fundit. Prandaj është mirë të ndahemi me këngë, apo ja? Gjatë vitit ja kemi kaluar mirë. Ka ju unë do të dëshiroja që edhe vitin tjetër ju të tregonit po kaq zellë. Ju tash t'i dini më tepër sa dinit në ditët e para të shkollës. Pa mendoni pak shkollën e re që po ndërtohet. Sa lullet të bukura. Fillojnë. Sa lule të bukura në fushë kanë qelu, sa lule të bukura në fushë kanë qelu, ne për festën tonë sot dalim për t'i mbledhur, ne për festën tonë sot dalim për t'i mbledhur. Si lule në plane, do dojmë të gjithë me are, pa tonë pioner, për festë bukura që kanë ne, shumë me lojra gazë e valle po buqejt në do krajin.
Andina, si lume me frane, këtër të gjithë me are. Kemi shoku sekretar. Një tjeta. Faleminderit shumë shoku pa. Ti bëre shumë për të. 5-5 mësuesin na bësi njëri i shtëpisë. Oh, mas festa të presim në shtëpi, mos harro. Ja, mirë ardhsh. A dush? Mos me janë shtëpi pa mësuesin, a morë vesh. Pa tjetër me mësuesin a dush? Bardi. Nuk kam parë në jetën time një mbrëmje kaq të bukur. Më duket se këto drita që do të ndizen, këngët, vallet më kanë ngrisur pezën. Nuk e di Bardi, jam shumë e lumtur. Kjo ndodh sepse na rrethon dashuria e zemrave të këtyre fshatarëve. Ne e thithim atë dhe rritemi. Kjo është një ëndër e madhe, shumë e madhe. Në mbrëmje të tilla njeriu ndjen nevojën të thotë diçka që nuk e ka thënë ditë tjera. Diçka që i ka mbetur thellë në zemër. Diçka si këngë, apo jo? Më duket se së shpejti do të kemi dhe një festë tjetër. Çfarë zjarri është të bukur. Pse ka mbetur ky zakon, Bardi? Është një zakon i lashtë, Vera, që na vjen përtej kohës të Skënderbeut, që nga Iliria. Shqiptarët ndizin zjarret si sinjale që lajmëronin fitoret e mëdha. Ata zjarre janë vetë shpirti i popullit. Ja se që duhet të pikturashti. Kjo është një festë e bukur dhe gëzuar, po nuk mundem ta piktoj. Kur të rritem. Shikoj i mirë dhe mos i harro kur. Mbaj i mend këtë drita, këtë këngë dhe këtë gëzim. Ai shikon që si po vdes nata. Nata shekullore.